Muçi Shaliani ka ndruar jetë 5 ditë pas atentatit të rënd të ndodhur mesditën e 11 nëntorit pranë aeroportit të Rinasit. 42 vjeçari u shua në spitalin e traumës ku po mbahej në gjendje kritike për jetën, pasi u qellua me breshëria automatiku së bashku me mikun e tij, Gilmando Danin, që humbi jetën menjëherë në vendngjarje. Ngjarja rronditi opinionin publik për mënyrën e kryerjes së saj, por edhe për faktin se Shaliani vetëm pak muaj më parë ishte bërë pjesë e AMP-s si agent në një procedurë të kontestuar si shkelje e ligjit. Sipas njoftimit zyrtar të policisë, Shaliani ndroi jetë gjatë natës si pasojë e plagëve të marra, duke e kthyer atentatin në 2 viktima. Të dy burrat, Dani dhe Shaliani, sapo kishin dalë nga rrethimi i aeroportit, ku një automjet u afrua pranë tyre dhe 3 persona të maskuar zbritën nga makina me armë në duar. Ato hapën zjarr pa hezitim ndaj Mercedesit të bardhë që drejtohej nga Shaliani duke e shpuar me 10 plumba. Autorët u larguan vetëm pasi u bindën se shënjestra e tyre kryesore, Gilmando Dani, i njohur për vitesh si krau i djathtë Emiliano Shullazit, ishte vrarë. Makina e atentatorëve u gjet më pas e djegur në fshatin Halil së bashku me armët e përdorura, një skemë e zakonshme e ekzekutorëve të grupeve kriminale për të humbur gjurmët. Hetimet po vijojnë për identifikimin e autorëve, ndërsa pista kryesore lidhet me konfliktet e së kaluarës së Danit, i përfshirë në disa ngjarje të rënda që për vitin 2006. Ai kishte shpëtuar 2 atentateve të tjera në vitin 2011 dhe 2015 dhe vetëm një vit më parë ishte liruar me kusht nga burgu ku vuante dënimin për gjupfënje. Policia po verifikon edhe nëse Shaliani ishte thjesht shoqëruesi i Danit apo objekti i dytë i atentatit, duke mbajtur të hapura disa pista hetimi.